Falënderimi takon Allahu xhalla shanuhu, Zotit të botëve, i cili me mëshirën e tij i adhurojnë njerëzimit Kur'anin, dritë për zemrat, udhëzim për mendjet dhe shpëtim për jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. E falenderojmë atë që na bërim nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilit i u shpall libri më i madh, Kur'ani fisnik. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është Kur'anin e lexojmë apo e jetojmë. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu në Kur'an u shpreh dhe tha: ai është libri për cilin nuk ka asnjë dyshim në të. Udhëzon në rrugën e drejtë, është këshill dhe qortim, argument i qartë dhe udhëzim. Ai e ndan të vërtetën nga e pavërteta. Është krenari për ty dhe për popullin tënd, o i dërguar. Me 26 ditë të Ramazanit të vitit 610, që do të thotë të hënën para 1416 vjetësh, filluan të rrjedhnin fjalët e tij. Filloi të derdhej mëshira e Allahu xhalla shanuhu, e cila i ringjall zemrat e njerëzve, ashtu siç shiu e ringjall tokën. Zemra e ashpër e Omerit, kur dëgjoi fjalët e tij, u zbut dhe u ndryshua. Kur mbi të ra mëshira e Allahu xhalla shanuhu, ne nuk ta kemi shpallur Kur'anin që të mundohesh, por që të jetë këshill për atë që i friksohet Zotit. Armiku i egër u bë mbrojtje e Islamit dhe e muslimanëve. Ebu Sufjani i humbur dhe gruaja e tij, Hinda, do ta kuptojnë pikërisht në Ramazan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mëshirën e Zotit të tij nuk pushton territore, por pushton zemra. Ajo fjalë i bashkoi fiset arabe të përqartë. Në një flamur i bashkoi arabin Ebu Bekr, persinianin Selman, etiopianin Bilal, dhe vetëm ajo fjalë mund t'i bashkonte, sepse edhe sikur të shpenzoi gjithë pasurinë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoj zemrat e tyre. Drita e tij u përhap shpejt në gadishullin arabik, arriti me shpejtësi në luginën e Nilit, të Eufratit dhe Tigrit, ndriçoi Azinë dhe Afrikën, dhe që në vitin 710 arriti në Evropë. Çfarë ecjeje brillante! E kujt ishte ajo ecje? Ecja e njeriut, zemra e të cilit ishte ringjallur me besim dhe jeta e të cilit ishte rregulluar sipas dispozitave. Çfarë ecje e brillante! Ecja e njeriut që me jetën e tij përhapi dritën e fesë në Azi, Afrikë e Evropë dhe i çoi atë në çdo cep të rruzullit toksor. Çfarë ecje e brillante! Ecja e njeriut që garonte kush do të jetonte më shpejt dhe më bukur dispozitat e Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Ati njeriu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i fliste edhe për një kohë tjetër dhe për një njeri tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të vijë një kohë kur njerëzit do të garojnë kush do ta lexojë Kur'anin më bukur, por do t'i neglizhojnë dispozitat e tij. Do të vijë një kohë kur do të garojnë kush do ta shkruajnë më bukur, por do të largohen shumë prej tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fliste për ne dhe për kohën tonë, për njerëz që do t'i lexojnë ajetet e Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu, por nuk do t'i jetojnë, për njerëz që do të organizojnë gara në leximin e Kur'anit, por Kur'an në jetë nuk do të kenë. E pikërisht të hënën me 26 të Ramazanit, Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu filloi t'i dërgoi mëshirë njerëzimit. Mëshirë që i ringjall zemrat e njerëzve, ashtu siç shiu e ringjall tokën.
Ne lexojmë ajete për namazin, por në jetën tonë namaz nuk ka. Kur Allahu xhalla shanuhu t'i pyes banorët e xhehenemit se jeni këtu, ata do të përgjigjen, ne nuk falnim namaz. Sa bukur dhe me dignitet ecte ai njeri të cilit fjalët e Allahu xhalla shanuhu ja zbutën zemrën e ai jetën e tij e rregulloi sipas dispozitave hyjnore. Dispozitat e fesë nuk e lejonin të poshtrohej. Para një njeriu të tillë ran perandëri të mëdha të historisë. Para ti u zhduk errësira dhe vendin e saj e zuri besimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u fliste për një kohë tjetër dhe për një njeri tjetër. Për ne që Kur'anët i mbajmë të radhitur në shtëpi, por nuk i gjallërojmë në jetë. Në Kur'an ka ajete për drejtësinë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu urdhëron që të jetoni dhe të luftoni për drejtësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ata që ishin me të vërtet i jetonin dispozitat e fesë dhe garonin kush do t'i zbatonte më shpejt e më mirë kërkesat e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Një ditë disa njerëz erdhën dhe i kërkuan të mos zbatohej një dispozit. I thanë, o i dërguar, falja asaj gruaje që ka vjedhur, ajo është nga familje e nderuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mblodhi njerëzit në xhaminë e Medinës, u ngjit në minber dhe tha, pasha Allahun, sikur vajza ime Fatime ja të vjedhte, do t'ja prisja dorën. Mbajeni mend, kur ti ndeshkoni të varfrit e të falni të pasurit, do të shkatëroheni. Edhe këtu fliste për kohën tonë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull të mos e ndryshojë veten. Derisa të mos i fus dispozitat e fesë në jetën e tij. Të ringjall ato dhe të vazhdoj atë ecje brillante, ecjen e besimit. Në Kur'an ka edhe ajete për familjen. E ne jemi musliman që lexojmë ajete, që garojmë kush do t'i lexojmë më bukur, që blejmë tablo artistike me ajete të shkruara bukur, e familja po shpërbëhet. Për kujdesu për familjen tënde. Të hënën me 26 Ramazan në përvjetorin e fillimit të shpallës, ringjallet dispozitën në jetën tënde, sepse vetëm kjo e kënaq Zotin dhe ta sillim të rinë në të dia botën. Kthej familja në kujdesin tënd. Shiko ku shkojnë fëmijët e tu. Edukoj sipas kërkesave të fesë, që të kesh fëmijë në këtë botë dhe shpërblim të përhershëm në botën tjetër, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se fëmia i edukuar mirë është vepër e vazhdueshme. Në Kur'an ka edhe ajete për prindërit. Allahu ju urdhëron t'i bindeni atij dhe t'u bëni mirësi prindërve. E megjithatë, për kujdesja jonë për ta është e dobët. Ata janë të vetmuar dhe të lënë pas dorë. Një ditë, duke u ngjitur në minber, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha 3 herë amin. Dhe njëra prej tyre ishte për fjalët e Xhibrilit alayhi salam, i mallkuar qoftë ai tek i cili prindrit arrin pleqërin e ai nuk e fiton xhenetin përmes tyre. Thuaj amin, i tha Xhibrili, dhe unë thash amin, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të hënën me 26 Ramazan 610 filloi shpallja e Kur'anit, fjala e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu që ringjall zemrat tona. Ajo e ringjalli zemrën e Omerit që kishte dalë për ta vrarë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e dëgjoi fjalën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu, e ndryshoi veten dhe qëllimin e tij dhe u bë mbrojtje e Islamit. Apo e dëgjon ti fjalën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Mos u thuaj prindërve as dhe apo e ndryshon marrëdhënien tënde me ta, ashtu siç e ndryshoi Omeri radiallahu anhu marrëdhënien e tij me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam.
Në Kur'an ka ajete edhe përveshën. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu na tregon si duhet të vishemi drejt. Vëmendje të veçantë u kushton grave, sepse u ka dhënë bukuri që duhet t'i mbulojmë, e ne jemi dëshmitarë se dispozitat nuk po jetohen. Garojmë kush do të lexojë Kur'anin më bukur, kush do të ketë lehvën apo atë tablën artistike të venduar në mur më bukur, ndërsa dispozitat neglizhohen. Të hënën, dita e 26 e nata e 27 e Ramazanit, duke pritur Lejletul Qadrin, është mundësi që të mendojmë për marrëdhënien tonë me Kur'anin. Fjala e tij bashkoi arab, persian, etiopian në një flamur, ku dallimi i vetëm është më i miri ndër ju është ai që është më i devotshëm. Sot na kujton edhe ajetin e unitetit: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Allahu ju shpëtoi kur ishit armiq dhe në buzë të zjarrit. Delin nga xhamia dhe punoni për një vend më të mirë, sepse një vend i mirë nuk ndërtohet me grindje e përçarje. Fjala që bashkon është fjala e Allahut Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Ajo që ringjall zemrat dhe i jep njeriu ecje krenare në histori. O Zoti i lartësuar, na ndihmo të ringjallim dispozitat e fesë në jetën tonë dhe të jesh i kënaqur me ne. Amin. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.